Përshëndetje, sot do të përgatisim një gatim me miell misteri. Në një tenxhere kemi hedhur ujë të ngrohtë, vaj ulliri dhe pak kripe do të shtojmë aty, 2 filxhan me miell misteri. Ne kemi zgjedhur si gjithmonë miellin dieta. Do t'i përziejmë mirë sa mielli të trashet e të bëhet në këtë formë. Ndërkohë kemi skuqur veçmas, kemi bishtat e preshit dhe pak pjesë të tij nga sipër dhe do t'i lëmë të pushojmë paksa të ftofen, do t'i shtojmë 2 kokra vezë, pak piper të zi, pak krip, e do t'i përzijmë së bashku me gjith ose djathë e thërmuar. Këtë përzierje do t'a shtojmë më tej nga përzierja që kemi përgatitur në tigan me miell misteri, miellin e trash. Do t'i shtypim me ndihmën e lukës e do të përzijmë një brumë të tillë për qoftet tona. Pra ne do të përgatisim qofte me preshe me miell misteri. Do t'i skuqim në një tigan me pak vaj e do t'i kthejmë nga të dy anët derisa të mbarojnë të gjithë masën. Siç e shikoni, qoftet nuk pijnë vaj dhe dalin shumë të shijshme, kanë një aromë fantastike. Si ju duket ky gatim? Lini komentin tuaj.